Dje, faktikisht pas ka qenë sot mëngjes, fola me një djalë shqiptar nga Lezhë në Shqipëri, edhe mësova për herë të parë arsyen pse këto që merren me pronët e patundëshme, me agjencitë imobiliare, pse këto që merren me pronët e patundëshme, me agjencitë imobiliare, real estate, si themi ne, duket se bën një punë sekserësh të atyre matrapazëve të rrugës, edhe kur janë, me sa kuptojnë të ashtë të licencu, edhe kanë kompanitë mirëfillta imobiliare në Shqipëri, edhe prapë duket që bëj një punë që s'para duket profesionale, me parametrat e industrisë agjencisë imobiliare sot në botë. Pse edhe ky djali më shpjegoi sot, më bindi edhe mësova unë që mënyra se si punohet në real estate, ku akoma jemi në hapet të para të pasurive të patundshme të këtyre që merren me shitblerjen e pronëve, pra se përshitja makinën pasje e policisë, akoma nuk kanë asgjë të qartë edhe dhe saktë juridike se si punohet. Për shembull, unë po e pyesja dhe e them që u vinë në Shqipëri, edhe janë në kërkim të një prone, po nuk e di se çfarë prone do të blej. Jam tash ka një polici përpara, do të ndrej ta ul poshtë. Se do mundohem dhe ta mbyll shpejt se një mik i mirë, i mrekullueshëm, cilën unë dhe respektoj jashtëzakonisht edhe kënaqem për flas me ta, më çoi një sinjal kur po flisje këtu, se i çova vetë një sinjal përpara, edhe tash unë jam në këtë live slash edhe shkëpus, por do mundohem të jem fokus, i koncentruar, i fokusuar, edhe të them ato që du të them pauzë gjatës tërës gjatë. Unë po e pyesja këtë djalin, që ishte broker do të thotë që ka një kompani imobiliare dhe ka mund të ketë, mund mos ketë, por ka të drejtën të ketë sa punonjës të vetë që ka agent që shesin për këta në emrin e këtij. Edhe i thash, në qoftë se unë nuk du të kem një realtor, një person që më tregon shtëpi për shitje, se nuk e njoh, edhe nuk du të lidhe me një person, se po e marrë me më tregu një pronë, e ndjej vetë si obligim që duhet të marrë dhe ke pronët e tjera të mi tregoj ai, se nuk ja harxova kohën kot, edhe nuk shkova sa me një me tjetrin, por në qoftë se unë thash nuk du të kem një agent të tillë, për shembull ty, a një tjetër, sepse nuk e di, njoh akoma tamam, edhe nuk du as të marrë ty për një pronë, pastaj një tjetër për një pronë, një tjetër për një pronë, tu harxoj kohën juve për shembull, se pse të harxoni kohën me sa me gjokën kot, e mos harxoni kohën me fëmijët, me gruan e dashur, e fëmijën që ka atje me familjen tate. Pse të harxosh kohën me mua, ti harxon kohën me mua, duke menduar që në qoftë se unë blej, ti do marrësh një përqindje, nuk për shpunën e sot përqindje të paguaj nga qevin, apo shitësi, apo një kompani tjetër imobiliare që ka bo një kontrat me shitësin, edhe ka vënë shitje, edhe nga pjesa që i merr shitësit,
të jep ty 1%. Pra s'ka rëndësi, por për para se unë të sjell për shembull një person me cilin do të punoj, unë nuk du të obligohem, të kem obligim që të punoj me Kasemin, apo me Kaplanin, apo me Hysnion, apo me Ramizin. Për arsye se nuk i njoh asnjë dhe s'dua të markohen atyre. Por thash, a ekzistojnë pronët që janë përshitje? Thash, a kanë pronët që janë përshitje? Tabela që unë të paktën edhe në qoftë se nuk kontaktoj atë person që e ka vu tabelën përshitje, unë mundëm të paktën të di se kush prona janë përshitje. Edhe pastaj ose i bëj telefon çdo lloj personi që ka emrin edhe numrin e telefonit aty ke tabela, ose në qoftë se kam vendosur që kam gjetë njëri me të cilin do të punoj, i thom atij sa kohë që janë afër, për shembull në qoftë se ti je në Lezhë, edhe unë shikoj afër territorit ku ti punon edhe Molan, fjala vjen nga Fushkruja deri në Shkodër, që është aty afër punë as gjysmore larg. Se këtu ku jam unë jetojmë, ne shkojmë 4-5 orë larg, nga herë më tregu pronën nëse ja vlen. Në Shqipëri ti je në Lezhë, shkosh në Sarand, ndoshta duket shumë larg, që është shumë afër për mua. Por se të qoftë thash, edhe në fakt tha se ne në Amerikë kemi në çdo rrugë që shkosh, të paktën këto imobiliaret residenciale. Residenciale në quajmë, do të thonë që jetohet, ku banohet. Po më marrën men erdhi një person me funksionet larta nga Shqipëria, edhe solli të shtëpia ime atëherë një miku im i madh, që si thon mobet i Muça, edhe kur u futët ty të dera e shtëpisë, kisha një shtëpi të madhe unë atëherë, tha për kjo s'qen nga shtëpi, kjo qen nga residencë. Edhe nuk them që ishte gabim, se terminologjitë ndryshojnë nga vendin vend, nga gjuha në gjuhë. Por residenciale, residencë të ne, ka kuptimin që jetohet, ajo është residenca. Ai mund të jetë një kasollë banimi, një shtëpi me gras, një ndërtesë në pallat, një vilë super luksoze, të gjitha janë residencë, sa ko që jetohet. Resident do thot banor, resident i këtij vendi, banor i këtij vendi. Edhe kur tha i kjo që nga residencë, me qenë se jam i sigurt që ai Shqipën e njifte më mirë se sa unë nuk mendova që ai pati gabim, por e kuptova që definicioni i fjalës residencë në Shqipëri nuk që ka një lloj si definicioni i fjalës residencë këtu. Residencë në Shqipëri, si duket pas ka kuptimin e një banese, po tepër luksoze ndoshta, high class, klasës lartë, apo të diun, kurse të ne residencë është çdo gjë ku ti fut kokën. Edhe kasolla sikur të jetë, po që se ka një banjë mrena, edhe një kuzhinë ku jeton, pra banan quhet residencë. Edhe këtu çdo residencë, çdo shtëpi, çdo pronë, përveç se nëse është pallat kondo, i quajmë ne këto, se pallatat janë dy llojesh. Pallatat janë kur një pronar është pronari i gjithë pallatit, ai është mund të jetë apartment që jepën me qiraj, ka kërët jetë me qiraj, po është një pronar i gjithë ndërtesës, ose një grup pronarë 4-5 veta. Kurse, po i gjithë ndërtesës, nuk është ndame në pronat më veçme ndërtesa, pra në hipotek, atje regjistrohet vetëm një pronë i gjithë pallati. Kurse, kur ka ndërtesa që në hipotek regjistrohet se cila hyrje me një taks ID, me një taks identifikimit të veçantë, pra ka shumë prona, mrena një prona, kjo quhet kondominium në real estate në gjithë botën, dhe besoj që edhe në Shqipëri duhet quhet kështu. Ose ndoshta se din terminologjin, se ju thashën juve 2 minuta përpara që real estate është një industri komplet e panjohshme në Shqipëri, edhe më
profesionistët gjojnë në këtë fushë janë akoma komplet të pa se thonë njohuri të mirë fillta të pasurive të patundshme, edhe nuk janë gjendje të dallojnë për shembull që kur çdo që blej një hyrje një pallat, ka blej në një kondo, në një kondominium, edhe jo një apartament. Apartamentet janë në pallate ku s'ka pronar të ndryshëm, ku s'ka një hyrje për shembull është Nasilerës, e një hyrje Faruk Myrtës, e një hyrje i Mernurkës, e një hyrje Bedrilukut. Këto janë kondo në kondominium, kur i gjithë pallati është i pandashëm, i pa fragmentum me hyrje të ndryshme, ai është një apartment building. Nëse ai që desha të them në Amerikë, do është kështu është edhe në Kanada, do është kështu është edhe në Itali, do është kështu është edhe në Angli. Po unë flas vetëm për atje ku jetoj dhe për ata që janë. Në Amerikë, çdo pronë që është përshitje, pothuajse 99% e pronave që janë përshitje kanë një tabel përpara aty në tokën e vetë, dhe mund të kenë edhe mjaft shenja rrugëve që ban shitët edhe të banë të shit jetën nga shkosh nga të kthesh. Edhe kështu që ti shef pronat, i gjen pronat, edhe po si pen internet, i hyp makinës, del nga një rrugë kryesore dhe futesh në rrugë lagjesh, edhe kudo që shkosh, nuk ecën 5-6 minuta pa një kështu shtëpi me tabelë që shitet. Edhe thash në Shqipëri, thash unë, ekzistojnë këta, në qoftë se unë du të vjetje, për shembull, jam interesuar të gjej një pronë, nuk du të kem obligime me një person se pastaj ai s'do më dahet ditë natë dhe do të më tërgoj, do të më tërheq ai për kapistalli, du të jemi lirë. Por në qoftë se unë vendos pastaj, në fillim mi bëj telefon çdo lloj personi që shohët në tabelë, pa pas obligime vetëm për pronën e tij. Por në qoftë se unë vendos që një agent po më pëlqen, edhe punoj me të agent, pastaj çdo pronë që shoh, i bëj agentit tim, për shembull ty apo një tjetri, edhe ai flet me agentin e shitësit që ka vënë shitje, edhe ai pastaj i diskuton me ata se si paguhet, ku paguhet është puna e tij, por ai i bën bizetimet për mua dhe ai e bën atë, me thon appointment, atë takimin me më hap derën, via hap ai, ose i thot atyre të shitësve, agentëve të shitësve, hey, një klient im, Sami Gjoka, është afër shtëpisë, këtë shtëpinë e keni jo të në lezh, po që se jeni aty afër, jo se pronari, a mund shkoj t'ja hapi derën Sami, ose unë jam Shkodër edhe merr 2-3 orë, janë punë të ti, po unë komunikoj. Edhe më thot, Sami thot, ne, jo vetëm që nuk vejmë shenja të shtëpia, por ne nuk guxojmë dot të vejmë asë emrin e saktë, numrin e saktë, adresën e saktë të pronës, çmimin, edhe bila kemi frikë nga herë edhe lokacionin të tregojmë tamam. E unë u habita. Pse u habita? Po kisha qef të gjoja të shqipse, se në Amerikë, në qoftë se një agentit thajma i personi që punon për kompaninë, por ai shkon kontakton shitësin edhe shitësi e je pronën ati personi, por nuk shet personi, shet kompania për të cilin ai punon. Për shembull, unë kam një 5-6 agent që më kanë ngel aty, se cili nga ata shkon edhe me një pronë për shitje, por i marrin emër tim. Natyrisht që vejnë emrin e vetë aty, mas emër tim. Por çdo pronë, emrin tim e kam lavin kompanisë, PropLocator Realty. Por çdo pronë duhet ketë përpara se ta reklamosh kudo, nëpër
në për gazeta, në për website, në lafë në internet. Duhet të ketë këto gjëra të domosdoshme, që s'mundesh ta postosh një reklam, nuk të lejnë ligjet e real estate-it në Amerikë, për shembull, ta reklamosh një pronë, pa tregu adresën ku është ajo pronë, çmimin ku është ajo pronë, edhe numrin e kompanisë tate që të punon, numrin e telefonit dhe emrin e kompanisë. Natyrisht ty të intereson që të vesh edhe emrin tatë, edhe celularin tatë, që njerëzit bëjnë ty telefon se ti po e shite, me laf, po që se blerë si vje këti, ti e merë krejt atë që të ka dhonë shqitësi. E zem që shqitësi ka ra dakord me dhonë 2, 5, 6, a 10% të fitimit. Edhe ti e ke marrë atë kontratën, e ka shkujt shqitësi kontratën që unë jam dakord të shesësh, në qose ti e shetë për kaq, mrena kaq mujve për 3-4 muje sa da e bëja fatin ty, ti me çmimin që u du, natyrisht që çmimin që ai don, se po se çmimi që ai don ai nuk e nënshu kontratën, por në qoftë se ti e shet, unë do t'jap ty 6%, thot kontrata. Edhe ti ke të drejtën ekskluzive ta publikosh, ta reklamosh, edhe çfarë ndodh. Ai nuk mund t'ja shes më pastaj as një tjetri vet, ai mund t'ja shes kujdo. Por ti që ke drejtën ekskluzive, ti e merr lekët ati si qeqa, me gjyq për arsye se ti ke bo punën, ti ke vu shenjën aty ke toka, ti ke bo telefon miqve, shokve, ke reklamu, ke harxhu kohën, por edhe sikur mos kesh bo asgjë, kontrata thot që ti paguhesh. Kështu që edhe sikur ai veta shes, edhe sikur në i maskarat tjetër që është në real estate, të mundohet të anashkaloj ty dhe shkoj drejt ai, që s'lejohet, edhe s'duhet lejohet, por në Shqipëri s'ka ligjet sakta dhe nuk e din, për shembull në qoftë se, pra ti paguash, edhe desha të shpjegoje se thash në qoftë se, pa thonë ti paguash, pra ti paguash në moment që ke një kontratë me shitësin, edhe shitësi thot që në qoftë se ti e shet këtë shtëpinë time, reklamoj kudo, mrena 3 muajve, ose në qoftë se shtëpia shitet është aty, mrena 3 muajve gjatë kohës se ti punon për këtë, ti ke 6%, e ke të sigur. Tash çfarë ndodh? Ti nuk mund ta marrësh këtë shtëpi që vetëm ti të dish se ke tradhtu shitësin. Shitësi s'ta ka dhënë ty me të siguru ty që ti paguhesh. Shitësi të ka dhënë ty se ti e profesionist, edhe ti mund ta reklamosh të gjithë blerësit që janë të interesuar se shkon në përsa faqe interneti. Pra duke të dhënë ty, ai gjen më shumë klientë se sa po ta majtë vetë në çeft. Ai nuk do as ti ta marrësh në çeft se s'ka pjell dhona ti, ty as t'ka pjell ai me gruan e vet. Ai ty t'ka marrë punë të shesësh pronën, t'ka dhënë 6% dhe nuk e shkon mendja ti se kush e shet ti apo naj tjetër prej teje. Por ti do ta publikosh në gjithë sistemet e mundshme që çdo person ta shohë, agent apo jo agent, se kështu ti e ndihmon shitësin që një person që nuk e dite që shtëpia jote është përshite mos blej një tjetër pa patatën. Pra, e vetme mënyrë që ti e humb kontratën është në qoftë se shitësi të ka dhënë ti një plan për shitje, por ti e ke majtë në çeft. Si e ke tregu gjithë se do ta shesësh vetë. Këtu jo vetëm komision nuk është i detyruar me dhënë shitësi, po duhet hedhë në gjyq, edhe të paguash ti qimët e kokës se i ke humb kohën, i ke harxhu kohën edhe i ke humb klient të mundshëm se i ke majtë në çeft. Tashi, mirë pa i thot, kjo nuk ndodh në Shqipëri. Pse nuk ndodh në Shqipëri, më them? Për arsye se shitësat këtu edhe kur ta japin pronën, e kanë kështu që po e shitet ti me leket, por ja ka dhënë gjithë dhe ne quajmë open listing, që do thot është një marrëveshje e hapme për çdo lloj personi. Një marrëveshje e hapme për çdo lloj personi nuk aplikohet më në perëndim nga ata që janë profesionistë, për arsye se është mashtrim.
por çdo shitësi pagun vetëm një person që ka të drejtën ekskluzive, por ai personi, ajo kompani që ka marrë të drejtën ekskluzive me shit shpintate, ai është i detyruar me ligj ta ketë të hapur nga gjithë njerëzit, edhe duhet i tregoj aty në reklam, kudo që tjetë, në gazet, në website-in e vet, se sa i pagun këtyre bashkëpunëtorëve, këtyre që vinë me blersin ky profesion shitsin, edhe e tregon që unë, Sami Gjoga, shes pronën e Ismet Gjogës lajtin manës, edhe tregon që natyrisht kam drejtën ekskluzive është në këtë vend me këtë çmim. Edhe cooperating broker, amilaf, në qoftë se vjen blersi me agent, ose agenti i blersit e bjen tek unë jam agenti i shitsit, unë jap 1%, 2%, 3% e dinaj. Nuk ka më vend për të bo pazare mrapa krave, është deklaruar aty. Edhe ai vjen, pastaj atëherë çfarë ndodh? Në qoftë se unë punoj për një kompani, edhe unë e mora shtëpinë e një miku e shoku apo të vllajt tem Ismet Gjoga, unë jam i detyruar me ligj që kur të vej tabelën aty përpara shtëpisë, të vej edhe numrin e kompanisë për të cilën punoj, edhe emrin e kompanisë për të cilën punoj, kjo është ligj. Kurse emri im dhe numri im është opcion nëse duan, por unë vetëm që është budall nuk e vej edhe emrin tim dhe celularin tim. Pse? Se në qoftë se unë vej emrin tim dhe celularin tim, unë siguroj edhe blersin që s'ka agent, që më bën një telefon direkt. Në qoftë se blersi që nuk ka agent, shef numrin tim aty, edhe më bën telefon, hej Sami, unë shikoj që ti punoke për Prop Locate Realty, edhe ke vu këtë shtëpi për shitje, unë du të blej këtë shtëpi, a mundesh me ma tregu të shoh, edhe unë vija të regoj me shumë qith, për arsye se 6% që kishte ra dakord me ti të shitjes blerjes të çmimit, që do të më jepte unë nuk e ndaj tash me një agent tjetër, se erë direkt e unë. Pra unë e maj për vete, e man kompania ime, pa e ban për vete, nuk ndahet mes dy kompanive. Pra më intereson që emrin tim ta kem tabel, edhe numrin e telefonit tim ta kem tabel. Më intereson. Kurse emrin e kompanisë ime dhe numrin e kompanisë, numrin e telefonit kompanisë, jam i detyruar me ligj ta vesën rryshen dënon shteti, i heq licencën kompanisë dhe mu, për arsye se ai që vjen edhe do të blej, edhe bazohet ke fjalët tona, ke reprezentimi jon, në qoftë se është mashtru, ai duhet shkojë të ankohet, edhe duhet të ketë mundësinë e rikuperimit, që thotë, që a për dom shpërblehet për domin që mund t'jetë bo. Edhe se dom shpërblehet nga Sami Gjoga mund mos dom shpërblehet, se Samiu s'ka 2 lek në falin, në xhep. Por duhet dom shpërblehet nga kompania e Samiut. Po pse kompania e Samiut paska? Sepse nuk lejohet të punosh në real estate, në qoftë se ti nuk ke një siguracion që mulon për shembull bazë të çmimeve që janë në Shqipëri, e zem deri në $3 milion, dom shpërblim për shtëpinë nëse bëhet gabime, mashtrime dhe na hell në punë, na hell në gjyq, një person që mund ta kemi mashtru, pra që të hellin punë aty në gjyq, edhe të ketë mundësi që të marrë pare, ai person duhet të hedhin gjyq kompaninë, jo Samion që mund mos ketë lek, ose kryesë dhe ike nesër në Itali, po ta hedhësh në gjyq. Pra duhet me domos emri i kompanisë, duhet me domos numri i kompanisë, që në qoftë se Samiu të mashtroj, ti hedh në gjyq kompaninë. Edhe kompania dhe po s'pati lek vetë, ka siguracionin që është i detyruar me siguracioni, që e mbron deri kaq, për shembull 2 milion o 3 milion, ndryshe s'mund të ketë kompania licencë operimi. Pra duhen këto. Mirë po në Shqipëri, thot ky djali, i ndrit e kishte, thot që jo vetëm
Ne nuk e vejmë do të reklamën as për para as në gazetë sakt, po ne më qefim edhe adresën, edhe çmimin dhe bile nuk e japim as të sakt nga herë qytetin ku është. Pse thaj? Sepse jo vetëm blerësit, por edhe agjentët e blerësit, atë të kompanisë tjetër, munohen me na anashkalu neve, edhe shkojnë edhe kërkojnë mërë po dhe në arkivet e shte po dhe gjenë adresën, në arkiva që gjuhët hipotek, të gjenë kush është pronari i vërtet, edhe kontaktojnë me pronarin, në anashkalojnë neve, edhe shet pronari, edhe ka shit vetë dhe nesë morin pare. Thashë për kjo s'mund të egzistoj, për arsye se, në qose pronari ty ka një kontrat me ty, edhe po të shesi vetë, ky pronar, edhe po të shesi vetë, është të dëru me liqë me të pagujt para ty. Edhe i shpjegova unë një shembëll shqiptar, thash. Unë kisha një klient nga Fieri. Ai edhe nusi e ti, njerëz të mrekullueshëm, por me mentalitetin e matrapazit shqiptar, edhe pse të dy kishin qenë që quajnë këta njerëz që kanë pas profesionet dhe tyra të larta në kohën e komunizmit. Edhe ishin aq të mirë, aq popullor, aq bujar, sa që kur shkoja ti merja te shtëpia e tyre për me shkuar me tregu shtëpia, më kapnin me zor për krash nga makina, edhe më shtronin tavolinën me hëngër me pi, që unë s'mund pija, s'unë s'pi, s'kam qefa dhe kur rinë në shtëpia, jo më kur të hes me makinë, edhe në harxonim kohën dhe hëngër dhe pi, pastaj shkonim e shifnin shtëpi. Mirë po gjithmonë, vazhdimisht, sa herë që prona që shifnim, kishte njerëz mrena se ka plot njerëz që shesin në shtëpinë e vet, kur skandal akoma do shesin këta, edhe me lekët që marrin nga kjo, do të bëjnë tjetrën, edhe bëhet kjo që bëhet settlementi, coin çdim settlementesh në të njëjtën kohë. A dite shet shtëpinë, kej përmbarime si quni ju, me qumë title company, në atërë që ka quni, a i shet shtëpinë e vetë dite, lekët blerësi e pagu noterit, lekët që i pagu noterit a i nuk i fut në gjep, por i përdor me ble shtëpinë masiore vetën, pra e bon back to back aty njëni masirit. Edhe çfarë ndodhte kjo familje, ky burri, burri kësaj grus. Sa herë ne dilnim nga shtëpia, kur shtëpia ishte bosh që sapo i kisha treguar, edhe unë hece drejt anë të ulëm të hap derën e makinës, edhe hapje natyrisht derën përpara që për gruan e tij që të ulë futesh makinë nga krau i pasagjerit, pastaj hapje derën për atë, edhe pastaj shkoja në anë tjetër, hapje derën time. Sa herë shtëpia ishte bosh, unë isha mësuar instinktivisht që boje këta hapje 3 dyrët. Dyrën, derën mrapa, ku ulesh gruaja ti përpara, derën para, të pasagjerit ku ulesh ai, i mbyllja dyrët, kaloja tamam si shofer limozine. Për arsye se ishin klientët e mi aty, edhe do t'i respektoja deri në fund si klient, por që do t'ja boja gjithmonë edhe si miqëshok, për arsye se ishin njerëz që meritonin respekt. Ne po prap delen gjithë shqiptar se qemi ne. Pse? Sa herë ishte shtëpia bosh, ky vite edhe kishim njëjtën rutinë ecje, ishte po unë ecje para, se do hapje dyrët, gruaja e tij ishte mas meje, se ja hapje derën asaj përpara që ulesh mrapa, dhe i treti. Edhe kjo ishte bo si gjë proceduriale për hershme, sa herë në dilnim nga shtëpia. Mi po kisha mësu instinktivisht, sa herë në shtëpi kishte njerëz, ky mashkulli, burri, kthehesh mrapa, sigur haronte diçka. Një herë, 2, 3 dhe tash u mësova unë. Edhe herën e fundit qëlloj një ushtarak. Edhe ju i dini anglo-sankson që s'bëjnë pazare, edhe i kanë bezdi, edhe përshtirosin me ty kur di bën pazare. Pazarligu është i botës azjatike dhe arabëve. Edhe kemi mësu dhe ne me greket dhe italian.
Kurse bota anglosaksone nuk bën pazare. E thonë, më shet ka që thotë, ka që dhe shtërngojnë durët, ose thonë ja. Kurse kjo bota jonë jemi botë lëngjishne. A më shet për 5, ja 5 ta shes për 1, ata jo për 1 është shumë, është për 2, jo për 2 o pak, po ta shes për 4, jo për... Edhe kur bim dakord prap ka dallavere. Ata s'kan dallavere, nuk e njohin këta. Është e largët kjo për këta. Natyrisht që e jep një çmim, ran dakord, mund të bëj një çmim të dytë, po s'bëjnë këtë pazarin si pazar turk. Po s'merresh vesh. Po nesër, ky kthehesh mrapsh edhe në një, që ma shtëpia jonë e fundit kjo, se aty pastaj prishet çdo gjë. Unë e dija se po na përcillte ky ushtraku, ky oficer Pentagoni, që ishte shitës i shtëpis, mi po dhe klientim ka qenë ushtarak në Shqipëri. Edhe mendoj që gjetën ushtar, por është kamillat oficer. Edhe çfarë ndodhi? Ky u kthy mrapsh edhe unë e dija që do kthehet. Unë hapa derën së shoqës, se ishte aty në borë, në parkun e tyre, përballë derës, edhe u ktheva mrapshën tek ky klienti im, se dije që do kthehet. Edhe kur u ktheva mrapsh, ai pronari i shtëpisë, ushtaraku amerikan, ai ishte me fytyrë nga unë, se ishte kjo dera. Kurse klienti im, ky njeriu fesnik shqiptar me gjitha karakteristikat e mira shqiptare, sikurse dhe me gjithë vestet e këqija e të poshtra të ndyta të përshtira shqiptare, si kemi gjithë mirë dhe të këqija. Ky më kishte kthy kurrizi, nuk më shifte mu, edhe me një anglisht të përçart, se fliste jashtëzakonisht keq, unë e flas keq sot, jo më atëherë, po e fliste jashtëzakonisht keq. Po nga ata që e flasin keq do kujtojnë që e flasin mirë, se ka që nuk e flasin perfekt, edhe thonë e flas keq se do perfekcion, po ka në këtë botë edhe rrugeqër që s'din të flasin fare, e flasin 2-3 fjalë dhe kujtojnë që flasin mirë. Kështu më thoshte një student ime që do bësh kancelorja e vizave në ambasadën amerikane, Merit Draper, kështu më tha, ajo pati qenë në Greqi para se shkonte në Shqipëri dhe fliste greqishtën për mrekulli. Edhe më thotë kur vjen klas një ditë aty, thotë Sami, thotë takova një 2 shqiptare, punon një dyqan Silver Spring ashtu këtu afër nesh, ishin shitse aty të dyqani, edhe i kuptova kur po flisnin që ishin nga Ballkani dhe mendova që do jenë o turqë, shqiptare, bosnjak, o grek, edhe i pyeta, me qenë se unë kam punu në Greqi, flas greqisht, dhe me qenë se mas 2 vjetëve dhe punoj në Shqipëri dhe po mësoj shqip këtu, edhe ditë shqip. Jo aq sa mirë sa ditë greqisht, natyrisht që mësoj shumë mirë pastaj, për 2 vjet, por tha dhe i fola nga jeni, tha dhe më thanë jemi greke. Edhe unë tha i fola greqisht, se unë e flas greqishtën, edhe ata flishin një greqishtë jashtëzakonisht keqe, që as edhe të hujt nuk e flasin ashtu. Edhe thash, po ju s'mund t'jeni grek me këtë greqishtë që flisni, se fillova t'i flas greqisht. Edhe më thanë pastaj, po jo në grek jemi, po ne kemi lind në Shqipëri. Edhe tha, po unë e di tha njoft çështjen e minoritarëve grek në Shqipëri, se kam punu në ambasadën amerikane në Greqi dhe kam u luk të çështje dhe di që ato që janë ndropollit në Shqipëri e flasin greqisht më mirë se shqipat. Pra po i thotë pse? Edhe i lashta se s'de që të bëj debat, pastaj është punë atyre, po më thanë pse duhet të thonë në Amerikë që jemi grek, kur ne Amerikanë nuk din të dallojnë se ku është grek, ku më i mirë se shqiptari, apo shqiptari më mirë se greku. Se unë e kuptoj thana se ishte kohë herë kur emigrantët në Evropë diskriminoheshin. Unë e kuptoj tha atje në Evropë, tha, ekziston kjo, po fryma diskriminuese ndaj shqiptarëve. Po këtu në Amerikë thënë nuk jam gjendje të jetojnë këtu, ta kuptojnë që nëse do lëmë do pse greku që ka më mirë se shqiptari. To us is the same shit. Kena është njëri mut. Edhe ky ishte nga ata që fliste ata anglishtën e përçart, ky klienti im, që ky ishte kthy kurrizën dhe nuk e dita që unë tash jam aty. Edhe po i thoshte këtij shitsit
ushtarakut Amerikan, po I thoshte, you seller, me buyer, të shits on Blairs, no agent between, pa agent në mes, we save money, edhe kur sejm legët, shife po shtërsi. Pra, unë po e shëtisja, mu më merë të përkrash me zorë nga makina, edhe multë në tavolin me zorë të hongër të pisa her shkoja, me të bujarlikun ekstrem të shqiptarëvet, edhe mund po me punon të aty, pa ditë që më kishtë mra për krave, edhe po I thoshte këti, ti shqits on Blairs, jo agent me disnesh, kur se mlek. Edhe e pa si shofi këto Amerikanët anglo-sankson, jo këto rëmbuthit që vi nga jashtë, si që jemi ne Italian, Grek, apo miserjet e Indisë, e të Arabët e këtë dion, apo qoftë dhe vetë që futën pa zërgjit, por anglo-sankson, edhe ushtarak, I prej me rejtë, edhe tha, listen sir, po me një not deri, me një, e shifte me një përçmim edhe sikur do t'ja fusën shpulla. Listen, tha, gjok t'u tha zotni, tha. I don't give a shit, tha, if you don't like your agent. Për mu, tha, mu nuk më ruhat trabi, tha, në qo se ti se do këtë agentin tatë, edhe të rëgoj me gisht. Tha, mu nuk më ruhat trabi, tha, në qo se ti se do, tha. Unë, tha, kam agenti im paguhet. Unë të shes ty, pa t'ja shes në tjetri, unë e paguaj agenti një loj, 6%. Në qofë se agenti jotë shet shpin, a e merr nga agenti im, unë s'paguaj si lek. Po unë ja kam dhënë agentit, jo vetëm se a I dhe se kam paguaj pare, po se s'du të mere me mizerje si ti. Pra s'du të mere me Blairsin, pra e ka morë shits. Tha, and you know what? I don't want your fucking face to buy my home. Edhe tha, e di tha çfarë? Unë nuk e du surratin ta të pështirë të blej shpinë time, edhe mu drejtu don't you dare send me an offer from him. Mu këthy mua tha mos gudzo të më qosh ofertë për këtë, për shpinë time. Edhe erdhi si mu të tha, o tha u kujtovë se ulçmimin, se unë ty do të paguja komisionin. Pra, këta janë dallavere që bëhen në Shqipëri, se s'ka ligje dhe është një popull mistret, se që jemi një popull I madh, ne? Jemi një popull mistret, s'delen gjilerësh, të vegjel, ne jemi krimahalerësh, edhe aty në të Kërcugu kemi zonë, Kërcuni që ka zonë krema, mburëmi ne, krenohemi ne, a I krymi aty në hale, krenohet a I se po hamut, I duket mrekullir, bukur, edhe mburëmi ne met, po ca qëllikun tonë, se kush jemi e ku jemi, por unë kuptova që mungesa I ligjeve, mirë zakonet, mirë mentaliteti, dalgau garap, që është përsh që s'kemi asgjo, I lira pelazge, s'kemi na kanë shkatru Turqit, mirë kanë greget ata 5 ligje, po greget janë vetë më keq, se janë përzirja, që në thonë jeni turkoman, jemi gjithë, ortodoks, katolik, e musliman, ne bota shqiptare jemi prish, 500 vjetët e turqive në kanë shkatru, në kanë por kjo ishte arsye, ja, pse në Shqipëri, këto që ne quajmë sekser, nuk e japin adresën e vërtet, nuk guxojnë të japin adresën e vërtet pronës, se s'ka ligje, se vetë shqitësi mashtron këto matrapazët që shesin më shumë se sa këto mashtrojnë shqitësin, se e len, ja jep shpinë për shqitje, po I thotë mo, po kush të shes para? Pra, t'ju talem se nuk ka detyrime ligjore për zbatimin e kontratës në mënyrë perfekte, ashtu siç thotë dhe duhet thotë kontrata, se s'ka ligje. Po unë ati qenit, biri qenit ati të kryshit kurvës e Tiranës, unë do t'ja ofroja eksperiencën time, përvojën time fales nga këtu, që të ndreqin këto industrinë e pasurive të patunshme, se jam eksperti I kësaj fushë, edhe në 3 shtete, jam broker në 3 shtete, që është një lloj që t'jesh avokat, e njoh krejt ligjshmërinë, edhe mund të ndihmoj këtë shtet
po sa që i shqiptar, maskara që është, edhe jam gati fales ti në moj qenë të biret qenëve, që të kryen për para ligjet e sakta, të ketë qartësi çka është prona, si shitet prona, çfarë është agenti, ku punon, ku janë kontratë, si veprohet, që të bëjnë i gjo stable, po këta janë krysh për të shinonën, të do marrin ato kalemxhit që dalin nga shkolla së pamuk, që s'din asgjë dhe s'kan asgjë jetësore, praktike e jo më ligjore, kur s'ka ligje për pasuritë e patundë në Shqipëri, që ata t'i aplikojnë, zbatojnë, kryejnë ato departamentin e pasurive të patundshme, që merret me licencët, që merret me kontratat, që merret me titullin, por më shkërdhat, ke Sami Gjokën, mjeshtër, ekspert këta, po si Samiu ka plot të tjerë, që ka edhe avokat në Amerikë për shembull të pasurive të patundshme, po merri më shkërdhat e bë diçka se u bë 50 vjet